Kjo grua përdori djathë çdo ditë dhe pas një jave nuk e besoi rezultatin. Djathi është ndër produktet më të preferuara të shqiptarëve dhe konsumohet në mënyrë masive. Këtë e thot një studim i fundit mbi rolin e djathit dhe përfitimet që ai ka për shëndetin e zemrës. Të dhënat Healthline tregojnë se para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një përqindje e madhe të qumshtit fermerët e përdorin gjithashtu edhe për prodhimin e djathit, i cili mund të arrijë në tonelata prodhim edhe në vendin tonë. Ekspertët shtojnë në një zëri se konsumi i djathit të përgatitur si duhet në mënyrë natyrale dhe pa shtesa të ndryshme mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira në dobi të shëndetit dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Djathi përmban disa ushqyes të rëndësishëm për shëndetin, siç janë për shembull kalciumi, zinku, vitamina A dhe vitamina B12. Djathi gjithashtu është shumë i pasur me yndyrna të ngopura ndaj deri më sot besohet se ai e rriste kolesterolin dhe riskun e sëmundjeve në zemër. Por studimi i ri, të cilit i referohemi sipas Eating Well, sugjeron se konsumi i djathit mund të luajë një rol mbrojtës për shëndetin tuaj kardiovaskular dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Ndaj, shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e organizmit. Ushqyerja me djath mund të luajë një rol të mirë për shëndetin e zemrës. Të gjitha studimet e analizuara mbi këtë çështje përfshin të dhënat e plot 200.000 personave. Ushqyerja e tyre u monitorua nga shkencëtarët për më shumë se 10 vite. Të dhënat sipas Healthline tregojnë se njerëzit që konsumojnë djathë rregullisht në dietën e tyre kishin 18% më pak risk që të zhvillonin sëmundjet e sistemit kardiovaskular. Ata ishin gjithashtu 14% më pak të riskuar nga sëmundjet koronare dhe 10% më pak të riskuar nga ishemia. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për mbrojtjen e organizmit. Djathi është një nga ushqimet më të pasura me vlera ushqyese që ndihmon gjithashtu edhe me ofrimin e burimit të proteinës, kalciumit, vitaminave dhe mineraleve të nevojshme për dietën tuaj ditore. Djathi është një ushqyes shumë i rëndësishëm për trupin e njeriut. Krahas shëndetit të mirë të zemrës, konsumi i djathit gjithashtu mund të ndihmojë edhe në forcimin e kockave dhe të ulë riskun e zhvillimit të osteoporozës. Efektet e djathit janë të dobishme edhe kundër problemeve të hipertensionit dhe shëndetit të dhëmbëve gjithashtu. Kjo pasi ato kontribojnë edhe në mbajtjen e dhëmbëve më të fortë, më të shëndetshëm dhe do të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të ofrojë gjithashtu vitamina dhe nivelet e larta të kolinës. Në përmbajtje të tij ka gjithashtu vitaminën E, vitaminën K, riboflavin, vitaminën B6, folat, vitaminë B12, acid pantotenik dhe betain, shumë të rëndësishme këto për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Djathi nuk bëhet kur i mërzitshëm nëse e shtoni atë si duhet në dietën tuaj, pasi ai mund të ofrojë dobi të mëdha për shëndetin. Vitamina B12 që gjendet te djathi është një shtojtëse shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik dhe mund të ndihmojë gjithashtu në betejën kundër komplikacioneve. Vitamina B12, e cila mund të gjendet te djathi, do të përmirësojë qëndrueshmërinë e përgjithshme të trupit të njeriut me rezistencë ndaj vështirësive. Gjithashtu mund të lehtësojë problemet tuaja të depresionit dhe të qetësojë edhe gjendjen tuaj të ankthit. Ndaj, shtimi i djathit në dietën tuaj ditore do të jetë një mburojë e çmuar në dobi të vlerave të shëndetit tuaj në tërësi. Shtimi i djathit në vaktet tuaja do të jetë i dobishëm edhe për shëndetin e mirë të zemrës. Sipas disa studimeve të botuara në American Heart Association, konsumi i përditshëm i djathit shoqërohet me një risk 3% më të ulët të goditjeve në tru. Për më tepër, konsumi i përditshëm i djathit, sigurisht me moderim, shoqërohet me një risk më të ulët të sëmundjeve të shëndetit kardiovaskular, e si rrjedhoi edhe me më shumë përfitime për jetëgjatësinë.
Djathi është një produkt fantastik që mund të luajë një rol të mirë edhe për sistemin tuaj tretës. Bakteret e djathit janë të dobishme për shëndetin e trupit. Konsumi i përgjithshëm i djathit mund të shoqërohet edhe me një përqendrim më të lartë të shëndetit të mirë të zorrës, nga e cila mund të përfitojnë shumë njerëz dhe të përmirësojnë gjithashtu edhe sistemin e tyre tretës. Djathi do të ofrojë nivele shumë të mira të kalciumit. Këto minerale do të luajnë një rol të mirë fantastik për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e Healthline shtojnë një zëri se konsumi i djathit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu edhe një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin dhe për të lehtësuar komplikacionet e tij. Ndaj, nëse doni të merrni të mirat e djathit në vaktet tuaja ditore, atëherë duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Djathi do të ofrojë nivele shumë të mira të proteinave. Proteinat kontribojnë në rregullimin e aktiviteteve tuaja metabolike, çka do të ndikojë në dukshëm edhe në mbrojtjen e shëndetit. Ato cilësohen gjithashtu edhe si një ndërtuese e masës muskulare në trup, në djegjen e djamit të tepërt dhe gjithashtu në mbrojtjen e shëndetit tuaj në tërësi. Ndaj konsumi i djathit në këto raste mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për personat që duan të ndërtojnë masën e tyre muskulare, por vlerat e djathit nuk mbarojnë me kaq. Ekspertët e Healthline shtojnë se konsumi i djathit në vaktet tuaja ditore do të ndërtojë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Sigurisht, i kombinuar në vaktet tuaja ditore do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira në dobi të vlerave të shëndetit dhe jo vetëm. Djathi i dhis është një nga djathrat më të shëndetshëm që mund të shtohet fare lehtë në vaktet tuaja ditore. Ai mund të shijohet sipas nevojës të trupit tuaj. Ai mund të ofrojë nivele të mira të yndyrnave të shëndetshme, proteina me cilësi të lartë, gjithashtu edhe aminoacide të rëndësishme për vlerat e trupit të njeriut. Por çfarë përmban kaq shumë djathi i dhis që mund të cilësohet si një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese? Djathi i dhis mund të luajë një rol pozitiv edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq në trupin tuaj. Djathi i dhis është i pasur gjithashtu edhe me yndyrna të pangopura, që përmirësojnë shëndetin kardiovaskular dhe inflamator. Një studim i vitit 2020 i botuar në revistën Nutrients zbuloi se njerëzit mbi peshë me një rezistencë të dobët të shëndetit të tyre patën një përmirësim më të mirë të shëndetit në uljen e kolesterolit me të paktën 60 gram djathëdhije për 12 javë në dietën e tyre, çka përmirësoi gjithashtu strukturën e tyre organike dhe mbajti larg edhe komplikacionet në shëndetin e përgjithshëm. Ekspertët cilësojnë djathin si një prej produkteve më të mira mbrojtëse për shëndetin tuaj. Ndaj konsumi i tij me rekomandimin e duhur ditor mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve. Djathi do ju ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ndërsa djathi i dhis është bërë nga qumshti i dhis, konsumi i tij do ju ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt trupor. Gjithashtu ai mund të ndikojë drejt për së drejti në këtë aspekt. Një studim i vitit 2017 raportoi se personat që konsumonin djathëdhije në mëngjeset e tyre patën gjithashtu një performancë më të mirë të organizmit dhe lehtësuan shqetësimet në trupin e tyre. Djathi është i mirë për shëndetin tuaj të kockave. Djathi i dhis është një nga burimet kryesore të mineraleve të kalciumit, fosforit, gjithashtu edhe të bakrit, të cilët ndihmojnë gjithashtu për kocka më të forta dhe më të shëndetshme. Kalciumi është minerali më i rëndësishëm që ndihmon në rindërtimin e kockave, lehtëson inflamacionet e tij dhe gjithashtu parandalon problemet e një pasnjëshme. Sigurisht, konsumi i produkteve të duhura ushqyese në dietën tuaj do të jetë gjithashtu një mburojë e çmuar e shëndetit tuaj. Nëse doni kocka më të forta, më të shëndetshme, sigurohuni që djathin ta keni pjesë të dietave tuaja ditore. Kështu ndikimet e tij në organizëm do të jenë gjithashtu edhe më të forta. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.